Llotari që zoti Kurti ka bërë në raport me qytetarën dhe 400.000 votues që i kanë besu këtij personi me e boni qeveri dhe me drejtu këtë shtet. Kushtrimi është e pamundun ti mu çu një mëngjes dhe me lexuar emrat e 20 kandidatëve të ministrave, pa pas debat të brendshëm partijak mas pari, në subjektin e tyre politik, dhe dyta pa pas edhe debat të jashtëm, që ka qenë në ditë kuvend. Nuk qëndron. Pa pas Absolutisht nuk qëndron. kur e ke kuptu ti Fatmir Spaju që bëhet kandidat për Ministrit Kulturës, kur e ke marrë vesh? Bonoj sinqert. Po, jam shumë e sinqert. Na kemi mekanizma tona të brendshme, lëvizja vetëvendosje është organizate strukturuar, e cila jo veç për çdo vendime, po për gjitha vendime tjera. Strukturimi ka pru dhe qëtu. Jo vetëm për këto, për gjitha vendime tjera, jo veç që diskutojmë në mekanizma tonë të brendshëm, po diskutojmë edhe me partner tonë se ju po e harroni tërësisht faktin që na i kemi disa partner shumë serioz me cilë bashkëpunojmë shumë gjatë. Nuk jemi as në kuvend, as në as fushat. Tu e të folë para qytetarëve. Kur e ke pyet, kur e ke marrë vesh? Edhe të shënë kabinetit qeveritar. Ne kemi hierarki të brendshme si organizohet. Kemi mekanizma të brendshëm të cilët marrin vendime edhe bëjnë diskutim. Jo s'jam të ikas një pyetje. Jam të thonë. Unë e përsëris del mëngjes. Sigurisht, po që thonë po komisan, sigurisht që jo krejt anëtarët e televizjes vetëvendosje, sigurisht që jo krejt kryetarit e pikave tona, sigurisht që jo është krejt kryetarit e qendrave. Ju jeni deputete. Deputetët, anëtarët e kryesisë lëvizjes vetëvendosje, edhe ata të cilët kanë funksione që janë të domosdoshme, qoftë sekretari, qoftë koordinator tonë të komiteteve, sigurisht që janë të përfshirë këto diskutime. Po unë po të pyes prapë kur ke marrë vesh ti s'po përgjigjesh. Para një muaje në shumicën e. As një muaje hiç. Më falni. Një muaj më herët e ke thënë. Spjethom që po rani, spjethom po gënjeni. Vjen keq. Ju hiç jeni sinqert para shtonë njerëzve shto që po flasni. Ama hiç jeni sinqert. Unë e di. Unë e di hiç jeni sinqert. Jeni ty mashtruar sta njerëz që vjen ndjekë. Domethënë ju e keni pasur mbledhjet kryesisë në 10 natën shtunën. Me të cilin ju ka kuptu emrat e ministrëve, që aty e keni marrë vesh. Bashkë me Armend Mujën e kretë rajnë që një konë që aty. E keni kuptu kush janë të nominuarit për ministra. Kjo është e vërteta. Dhe mos i rani njerëz. Ky është problemi. Dhe për mua kushtrim. Për mua është ky problemi esencial. Pra, qasja mos transparente në raport me njerëzit që tentojnë me dhejtë qeverinë. Se ta shta Albini bo 2.5 këtë qeveri, so bo kur ti 3, po 2.5 se një vjet i ka kalu. është të shku drejt treshit. Do Sarbe ka ditur një muaj më herët? Po se ka ditë Sarbe. Arbe kanë në zonë me fushat. Ka përshtypje që në postimin e zonë me fushat Prizren. Fatmir Spaju ka thënë që pak ditë më herët e ka diskutuar me Kurti. Kjo që do të thotë që një muaj më herët s'ke mundur ta dish. Diçka unë thash në shumicën e emrave, po ky po do të më thonë keni gënjy. Kur më thotë keni gënjy për shkak të respektit nuk po më i thon ki po gënjen edhe ti. Jo, valla që tu që thash ti vetë tregon që po gënjen, se ke ditë. Ti ke mujt me ditë për Koran Muratin, ke mujt me ditë për Gjergj Freshelën. Aty dyshon që janë që quhet në gjuhën angleze by default ministra, se s'ki tjerë. A kupton? Ky është problemi esencial Arber, nuk mundet një qeveri, një parti që i fiton 400.000 vota. Me usill me kaq arrogancë dhe me lut llotari në kuvend me qytetar. E përsëris që edhe tëra, ajo çka ka ndodhur. Të dielën është llotari, bingo, dhe ka provu me papi, merr votat e s'pimer. Tu i ofru disa emra totalisht. Për shembull shumica pyetje dhe anonim që njerëzit nuk i dinë. Kush është anonim? Ama chat list ju ka thënë kush është anonim se s'pi di as emrat apo kupton. Nga emrat e ministrave? Po. Jo, vetëm për mua është ky, që kjo çka vërteton se e përfundova. E vërteton që ata që përmbledhi Halilin në fillim të fjalimit, në shtrimin. Edhe deputet që kemi prezent në studi janë të nështruar nga logjika që e përdor zoti Kurti në raport me çysh ai që menon me qeverisë këtë vend. Nuk mundesh kështu me shku. Edhe nuk ka me shku, s'është problem. Se ti duhesh me shtir debatin, duhesh me një diskutim.